Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, djathja shëron këto 3 sëmundje, ja kush duhet ta konsumoj urgjent. Djathi është një ndër produktet më të preferuara të shqiptarëve që konsumohet masivisht. Këtë e thot një analizë e 15 studimeve të ndryshme shkencore mbi rolin e djathit kundër problemeve të zemrës. Të dhënat tregojnë se rreth 30% e qumshtit të prodhuar në Shqipëri përdoret për prodhimin e plot 13.000 tonëve djath. Djathi përmban disa ushqyes të rëndësishëm për shëndetin, siç janë kalciumi, zinku dhe vitamina A dhe B12. Djathi është i pasur në yndyrra të ngopura, ndaj deri më sot besohej se ai rriste nivelin e kolesterolit dhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës, por studimi i ri sugjeron se ky produkt luan një rol mbrojtës për shëndetin kardiovaskular. Studimet mbi rolin e djathit në shëndetin e zemrës. Të gjitha studimet e analizuara mbi këtë çështje përfshin të dhënat e plot 300.000 njerëzve. Ushqyerja e tyre u monitorua nga shkencëtarët për më shumë se 10 vjet. Të dhënat treguan se njerëzit të cilët konsumojnë djath rregullisht ishin 18% më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Ata ishin 14% më pak të rrezikuar nga sëmundjet koronare dhe 10% më pak të rrezikuar nga ishemia. Mirëpo cilat janë vlerat e djathit? Djathi është një nga ushqimet me më shumë vlera dhe gjithashtu ai është një burim i mirë proteinash, kalciumi, vitaminash dhe minerale. Krahas të tjera për shëndetin e zemrës, konsumi i djathit ndihmon edhe në forcimin e kockave dhe gjithashtu ul edhe rrezikun nga osteoporoza. Efektet e djathit janë të dobishme edhe për hipertensionin dhe shëndetin e dhëmbëve gjithashtu. Kjo pasi kontribon në mbajtjen e dhëmbëve tuaj të fortë dhe njëkohësisht të shëndetshëm. Djathi përmban sasi të mëdha të vitaminës dhe kolinës. Në përmbajtjen e tij ka gjithashtu përmbajtje të vitaminës C, vitaminës K dhe të riboflavinës, vitaminë B6, folate, vitaminë B12, acid pantotenik dhe betain. Gjithashtu, ne këtu do t'ju tregojmë sekretin që djathi ka për shëndetin ton. Kush nuk e do djathin? Shqiptarët në fakt e konsumojnë shumë. Një fetë djathesh ndoron sallatën apo vaktin më të mërzitshëm në një gosti të shijshme. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët për shkak të vlerave shëndetësore që ka. Por, a e kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë të gjitha vlerat e tij? Duke qenë se është një produkt i cili konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Sipas të dhënave të mbledhura mëngjesi, është vakti më i përshtatshëm ku trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Këtu ju do të gjeni të listuara të gjitha arsyet pse djathi i bardhë duhet të konsumohet në mëngjes. Është i thjeshtë për t'u tretur. Djathi i bardhë është produkti i bulmetit që organizmi ynë e tret më lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin ta shpërbëjnë shumë shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësohet edhe përthithja e mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti anti-inflamatore, ai ndihmon shumë tretjen e të gjithë personave të cilët janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Ka përqindjen më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke e çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona të cilët kanë probleme me kolesterolin,
Ai ndihmon gjithashtu në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm të përthithjes së yndyrës edhe gjatë ditës. Një burim i mirë i proteinës. Përveç sasisë së konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin ta pasurojnë me sa më shumë proteina. Nga njëra anë ato japin organizmit tonë më shumë energji gjatë ditës, dhe nga ana tjetër ato janë mjedzore edhe për shëndetin e muskujve. Plot me vitamina. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina më të rëndësishme, siç janë B6, vitamina A dhe fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor për metabolizmin dhe formimin e qelizave të reja. Ndërkohë, vitamina A, fal antioksidantëve që përmban lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori, i fundit në radhë, por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit tonë. Një probiotik fantastik. Djathi i bardhë është produkti ideal për shëndetin e aparatit tretës. Ai përmban një numër të lartë të probiotikëve të cilët ndikojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut, por jo vetëm. Ndihmon në shëndetin e kockave. Duke qenë se djathi i bardhë prodhohet nga qumshti i lopës, deles apo dhisë, ai është burimi më i mirë i kalciumit dhe i kaliumit. Gjithashtu, nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi përfiton nivele të duhura të këtyre mineraleve. Gjithashtu, djathi mund të ketë shumë yndyrë dhe kalori, por nëse ai konsumohet me masë, kontribon në shëndetin e trupit tuaj në mënyra të ndryshme. Kjo është arsyeja pse djathi gjendet në tryezën tonë të drekës çdo ditë. Përmban vitaminën B12. Vitamina B12, e cila është e vështirë për t'u gjetur, na çliron nga lodhja dhe gjithashtu dobësia. Përmirëson qëndrueshmërinë e përgjithshme të trupit të njeriut dhe e bën atë më rezistent ndaj vështirësive. Gjithashtu shoqërohet edhe me një humor të mirë dhe siç mbështesin studime të ndryshme, lehtëson edhe simptomat e depresionit që gjithashtu mundet që të qetësoj edhe ankthin tuaj. Nga ana tjetër, është dobishëm edhe për zemrën. Sipas studimeve të botuara, konsumimi i përditshëm i djathit shoqërohet me një rrezik afërsisht 3% më të ulët për goditje në tru. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit sigurisht me moderim shoqërohet me një rrezik më të ulët të humbjes së jetës nga sëmundjet kardiovaskulare dhe si rrjedhoi me jetëgjatësi, pasi rezultatet e studimeve në mbar botën tregojnë se konsumi i produkteve të qumshtit shoqërohet me një rrezik të ulët të vdekjes në botë. Bakteret në djath janë gjithashtu të dobishme edhe për shëndetin e trupit. Konsumimi i djathit rregullon mikroflorën dhe përqendrimin e baktereve të mira në zorr, të cilat nga ana tjetër munden që të përmirësojnë tretjen dhe metabolizmin tuaj. Është i pasur edhe me kalcium. Djathi përmban afërsisht 280 deri në 450 mg kalcium për 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme e kalciumit rrit të ndjeshëm masën tuaj kockore dhe kontribon në osteoporozë. Për më tepër, kërkimet shkencore vënë në dukje se kalciumi mund të parandalojë shtimin në peshë pasi nxit djegjen e yndyrës dhe parandalon akumulimin e saj. Ka shumë proteina. Proteinat kontribojnë në rregullimin dhe aktivizimin e metabolizmit, ndërtimin e masës muskulore në trup, djegjen e dhjamit, përmirësimin e humorit dhe shërimin e plagëve. Pasi studimet tregojnë se ato nxisin rritjen e indeve të reja. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative.
Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse e keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!